Koka e trafiku të kokainës mes Shqipërisë dhe Italisë, shqiptari gjurmohet dhe kapet i fshehur në Britaninë e Madhe. Një shqiptar i ratisur në Britaninë e Madhe u arrestua për llogarit autoriteteve të drejtësisë në Itali. Mediat vendase bëjnë të ditur se shqiptari akuzohej si pjesë e një organizate kriminale për të cilën ishin lëshuar dhe ekzekutuar disa urdhra arresti. Konkretisht, grupi ishte i përfshirë kryesisht në trafikun e lëndëve narkotike nga Shqipëria drejt Perugjias. Përgjimet dhe hetimet çuan agjentët deri tek baza e organizatës ku u gjetën sasi të konsiderueshme droge. Grupi në fjalë drejtonte edhe një biznes të lulëzuar të shitjes me pakicë të kokainës pranë një ndërtese në periferi të Perugjias. Sipas mediave të huaja, një nga anëtarët e grupit ishte shmangur ekzekutimi të urdhrit, por vendodhja e tij u bë e mundur fal zgjerimit të kërkimit në nivel ndërkombëtar. Shqiptari fshihej prej kohësh në Angli, ku kishte hyrë me dokumenta false. Emri i tij nuk bëhet i ditur për arsye që lidhen me hetimet në vazhdim, por burimet hetimore konfirmojnë se ai është një nga drejtuesit kryesor në menaxhimin e trafikut të kokainës mes Shqipërisë dhe Italisë.